Ës për festën e Bajramit. Po, ola, i kushtojmë nësi, duhet pa tjetër. Po, qësh është dita e Bajramit në Lipjan? Po, ola, dita e Bajramit në Lipjan në sukur kejtë Kosovën, në ma shumë mirë. Po? Na, Çka bën ju si familje? Po. Na si familje, mas fali me nxes, shkojmë me falim, do mon kuptohet Bajramin. Po? E mas të falim Bajramin, shkojmë të varresat e fshatit. Na, jo vetëm na, po e kemë shprejnë a ketë fshati, shkojmë të familjarët, shamë të prind, të babit, të nana, për shamë dhe kështu që na aty i knojmë disa dovë, edhe bojmë Bajrame me ta familjarët, se unë indigjova ata para folë që pej emisionit ju sot që keni filluë, dëmonë krejt ata të përëndimit, edhe ta të Kosovarët, këveç të ishin mu vesh, më nëres, për me shku të varresat, asë një person se përmeni dëmonë, mu përshot që një munges shumë e madhe, i kanë harru traditat dëmonë të muslimanëve të shqiptarëve që duhet me shku pa tjetër të varresat e fshatit, me shku të prind ata që i kanë bo këta të mong të djemë, apo këto vajza. Po. Zotri, faleminderit. Tung, faleminderit. Tung, përshëndes. Dhe gjo zotrin se çka tha. Gjithë para folësit tanë nuk është që e kanë se këta që të shkojnë të varresa në ditën e Bajramit. Po. Po tash dikush e ka gjithmonë ashtu e ka pas me